Erozioni vazhdon prej vitesh në Vlorë duke glaburuar qindra metra tokë nga Bregdeti. Niko Dumani, specialist mjedisi, thot se kemi të bëjmë me një dukuri natyrore, e cila jo vetëm nuk frenohet, por po nxitet më tepër. Ambientalisti tregon se ky fenomen vihet re kryesisht në plazhin e Vjetër dhe në Zvërnec, aty ku sipas tij duhet ndërtuar bariera anësore për të mbrojtur glabërimin e Bregdetit. Erozioni nuk shkakton vetëm një dëm natyror, por Dumani thot se shkakton gjithashtu dhe një dëm të madh në turizëm si dhe në ekonomi. Së pari, do të vënë duke që erozioni është një dukuri natyrore, që në periudat të caktuara me faktor jashtë njerëzve, do më thënë nga faktorët natyror, kemi devijime të vijës bregdetare në formën erozioni, diku hyn deti në tokë dhe diku deti të riqet dhe lëshon tokë. Këto janë dukuri natyrore të cilat ne, do më thënë, nuk është dikim i njerëzve. Por, pavarësisht kësaj, duhet që të dukuri natyrore ta zvogëlojmë sa më shumë. Po ç'po ndodh në vend që të merrem masa për ta zvogëluar këtë dukuri të erozionit, sidomos kur hyn deti, siç ka ndodhur në tek hidrovori, te plazhi i Vjetër, në vazhdim të plazhit të Vjetër, ku është dëmtuar një segment i gjerë, do të thënë pylli, është dëmtuar si dëm, do të thënë ka shkaktuar ky erozion një dëm ekonomik, por ka zvogëluar edhe si përfaqe ranore, si përfaqe akomodimi, potencialisht për akomodimin e turistëve. Ky është një dëm ekonomik. Tani, problemi qëndron se çfarë duhet bëjmë. Tani fillon bara që i takon qeverisjes, në radhë të parë qeverisjes vendore, por për disa probleme teknike mund të ndërhyjë dhe qeveria qendrore, dhe ajo bëhet me zgjidhje hidroteknike. Do të thënë, specialistët dinë të mendojnë me bariera të ndryshme, bëjnë të mundur që të pengojnë hyrjen e detit. Edhe në këtë territor ku jemi, dikur qysh para çlirimit, gjithë vija bregdetare e kësaj lungomarrës ka qenë me bloqe betoni, sepse ka patur një periudhë erozioni të vrullshëm drejt tokës, prandaj ishte vënë një rrjet, një zgjidhje hidroteknike me bloqe të mëdha betoni, e cila pengonte ecjen e mëtejshme drejt territorit toksor. Specialisti mjedisit pohon se fenomeni erozionit në Vlorë është nxitur si rrjedhoje e betonizimit të Bregdetit, ku detit si rrjedhoje projekteve të ndryshme infrastrukturore të realizuara ishte marrë territor duke ndryrë në mjedisin detar dhe deti është kundërpërgjigjur duke ndryrë në anën tjetër të qytetit dhe duke marrë tokë në Bregdet. Thashë, jo vetëm që nuk po veprohet për të penguar, por e kemi shtuar ndikimi dhe e kemi nxitur erozionin. Erozioni i nxitur është në këtë mënyrë. Ja në këtë sipërfaqe jemi këtu. Është marrë një territor toksor nga deti rreth 60 metra. Pra, ne kemi hyrë në mjedisin detar. Nëse kemi hyrë në këtë mjedis detar, dikur deti do të hyjë në tokë në vend tjetër. Dhe konkretisht kemi tek hidrovori. Po kemi edhe në zonën e Akërnis edhe tek lagunat e Kallangës, që i thonë. Atëherë të gjitha këto janë ndikime që vijnë nga njeriu. Pra kemi faktori natyror që duhet i kundërvihemi për ta zbutur, por jo vetëm që zbuti, por ne dhe nxisim me investime teknike, sidomos urbanizimi. Dhe diçka të fundit, keni shpresë se ky fenomen do të ndalet ose mund të ndalet? Tani ne kemi një përvojë, unë kam një përvojë shumë të vjetër, do të thënë për shumë vitesh, dhe jo se jam pesimist, por duke parë të dhënat që kam ndjekur, është vështirë. Për shkak të betonizimit të Bregdetit për projekteve rehabilituese të cilat janë realizuar në brendësi të territorit detar, erozioni ka prekur disa zona të tjera në Radhim, Orikum, Zvërnec dhe në mjedisin e mbrojtur Pish Poronart, në të cilat kjo dukuri natyrore nuk ishte vrejtur deri më tani.